Dhe ne po i drejtojmë edhe njëherë nismëtarit. Dhe me që ai na edhe len, pyetjet po ja bëjmë me batuta filmash. Gjino, e që keqe mund da vi nga një pompuj? Të keqe u bën të kjo urë. Pse që katërohen? Jo, po më thone gjanë, me urën çpatën. Po me urën çpatën? Ç'pun u prisht ajo? Le të pyesim edhe një herë ata që janë rritur me këtë urë. Të pyesim popullin se çfarë keq u vjen atyre nga një pompë ujë. Ato e din ata që kanë qepin plot. Ai thot, hiqi këta filma ose janë të komunizmit, po sot, sa filma bëjnë në ditë ta, sa filma bëjnë në vit. Në 1974 u bë pleniumi i Komitetit Qendror të Partisë mbas festivalit të 11 të këngës të radio televizion. Dhe u morën ca nisma të çuditshme që të ndalojë Shakespeare-i, Beethoveni, të ndaloheshin klasikët e mëdhenj të letërsisë, të arteve, piktor, ku di unë, të ndaloheshin. Ishte një çmenduri e madhe. Tani po marrim një çmenduri tjetër, të bëjmë një çmenduri tjetër, të ndalojmë gjithë krijimtarinë e para 90-s. Dje ndaloheshin ca libra që quhen librat verdh. Sot ndalojnë librat që janë me kapak të kuq. Njëre ke edhe tjerë djalë, po kush të dëgjon. Ajo që nuk do ta shikojë, të ndroj kanalet dhe të prezgjitur. Vinë nga jashtë, thonë nën kush ai stacioni që jep ato filma shqiptar. Që të ura kalojnë gjithë, po do të menduar që ajo urë ka qenë funksion edhe vite më përpara. Çe keq vjen fashizmit nga një pompuj. Fashizmi. Patret hedhin poshtë Kadaren, të hedhin poshtë Agollin, të hedhin poshtë Viktor Gjikën, edhe tëra regjizorët dhe skenaristët e Kinostudios, dhe të mbajmë këta të tufës e ndonjë tufë tjetër. Po me urën çpatën, po themi prapë neve. Pompe ujë jep ujë gjithëve, po më duket se këtu është bllokuar Saracineska.